Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sulmoi kryeministrin Edi Rama për ndryshimet në kodin e procedurës penale që ndalojnë pezullimin e presidentit, kryeministrit, zëvendës kryeministrit e ministrave, si dhe disa funksioneve të tjera kushtetuese. Edi Rama po sillet si lop e çmendur. Berisha gjatë mbledhjes së grupit parlamentar justifikoi përdorimin e këtyre fjalëve me pretendimin se ndryshimet ligjore që mbajnë firmën e kryeministit Edi Rama shkelin kushtetutën e vendit. Kryetari i PD solli në vëmendje se në 128.3 e kushtetutës parashikon rastet kur antari i gjykatës kushtetuese pezullohet nga detyra, duke shpjeguar se Edi Rama kërkon të ndalojë me ligj pezullimin e antarëve të gjykatës kushtetuese kur vetë ligji themeltar i shtetit e lejon. Po duhet të jesh lop e çmendur. Të mos lexosh kushtetutën e cila në mënyrë taksative përcakton se gjykatësi kushtetues pezullohet. Berisha akuzoi ndërkaq kryeministrin Edi Rama se po dëmton interesat e vendit dhe procesin e integrimit. Po detyron partnerët tanë që të mbyllin çdo ndihmë ndaj Shqipërisë, integrimin ndaj Shqipërisë, sepse si ky nuk ka absolutisht asnjë kryeministër në vendet që pretendojnë për të ecë drejt Bashkimit Evropian që të mund të imagjinojë të marrë masa të tilla. Ndërkaq sot kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha takoi në Sali antarin e Komitetit Jashtëm të Parlamentit Evropian Mikael Galler, i cili përket CDU-s gjermane. Berisha i përsolli atij shqetësimet e opozitës për çështjen e ndryshimeve në kodin e procedurës penale, zvarritjen e kërkesës së SPAK-ut për imunitetin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Berisha gjatë takimit ngriti gjithashtu shqetësimin për standardet e procesit zgjedhor të 11 majit.